Por t'ja gjë dhe Lisandrin dhe Arsedin që pastaj dalim të temat tona. Kur flet diplomacia, do të thotë që janë ezauruar gjithë mekanizmat e tjera. Lufta ndaj, do të thonë është e fundit për nga radhët, pra ka ndodhur disa ngjarje përderisa ata arrin në pikën që të nxjerrin një njoftim. Mua logjika këtu më çonte, po. Që ka diçka për cilën ne duhet të tregojmë kujdes të shtuar, edhe kjo është shumë e logjikshme, po shikojmë mënyrën se si Irani ka vepruar me grupet proxy, po themi në Yemen me Houthit, me Hezbollahun në Liban, me grupet ndryshme, mund të ketë celulat të fjetura, cilat mund t'i aktivizoj për qëllime të vetat politike, sepse qëllim politik vetë është dhe lufta me kundërshtarët politik që gjendën të strehuar në Shqipëri. Mendoj që antiterrori në tërësi, gjithë strukturat e antiterrorit, veprojnë në heshtje dhe pa show, mund parandalohen ngjarje të cilat nuk bëhen kurrë publike. Strukturat e shtetit shqiptar janë bashkëveprim të plot me partnerët ndërkombëtar, si vendi NATO-s, po kryesisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë shërbimi informativ kombëtar, qoftë shërbimi ushtarak, qoftë departamentet e antiterrorit, policinë e shtetit, pra çdo lloj strukture ka një lloj monitorimi dhe bashkëveprimi të strategjisë tyre në luftën kundër terrorit për sigurinë tonë kombëtare si vend antar i NATO-s. Ne kemi një avantazh, duke qenë vend i vogël, është më e lehtë gjurmëshmëria dhe mbikëqyrja çdo lloj celule. Po ndërka jemi dhe një vend han pa porta, që nuk e merr vesh kush shyn e kush del. Në aspektin e kontakteve që mbajnë me vendet që nuk janë miqësore me Shqipërinë dhe me NATO-n, dhe në këtë aspekt puna është më e lehtë. Më e vështira është pjesa e degradimit të strukturave të sigurisë tonë kombëtare, të cilat sipas të gjithë asaj që kemi parë tashmë në media, janë të investuara gjithkund tjetër përveç se te siguria kombëtare. Ne kemi qenë pjesë e sulmeve. A dolën dhënat personale të shqiptarëve? Okej, me sulme kibernetike, po ky duket një shqetësim që shkon përtej sulmit kibernetik. Unë mendoj që shteti shqiptar do duhet të shtoj masat parandaluese dhe masat vepruese. Parandaluese janë ato masat cilat i bëjnë dhe në heshtje qeverit, i bëjnë heshtje strukturat në bashkëpunim me partnerët, dhe masat efektive mund t'jenë qarkullimi me oficer të armatosur. Kemi parë stacione treni kudo në Europë, ke oficer policie të armatosur, cilët janë gatshëm të kundërveprojnë në rast të një rreziku eminent. Në këtë kontekst them, duhet studiuar bashkë me partnerët kush është niveli i rrezikut dhe çfarë masash konkrete mund të merren që mos cënohet siguria jeta e qytetarëve shqiptarë. Okej, Arseda, shkurt që pastaj dalim te sensitiviteti i situatës nuk vjen nga deklarata e ambasadës amerikane, sepse ambasada amerikane doli me një deklaratë e cila ishte goxha serioze dhe për molotovët e opozitës. Sensitiviteti vjen tek fakti që ne kemi prezencë të opozitës iraniane në Shqipëri. E kemi patur gjithmonë këtë si publik në një farë mënyrë dhe shoqëria, duket që e ka këtë ankthin e faktit që sot Irani është në luftë dhe mund të ketë këtu një rrezik të mundshëm. Më shumë vjen nga kjo, por mendoj që qeveria duhet të jetë e kujdesshme për faktin se një reagim dhe mbledhja ndoshta e Këshillit Kombëtar të Sigurisë do të rriste panikun tek njerëzit që ky rrezik është imediat dhe është real dhe është eminent. Por në këtë pikë gjykoj që deklarata më shumë është paralajmëruese, duket patjetër që Shtetet Bashkuara të Amerikës për të dalë në një deklaratë të tillë, qoftë edhe të nuancave diplomatike, kanë kaluar disa hallka paraprake, sepse patjetër ata mbajnë përgjegjësi jo vetëm për qytetarët e Shtetet Bashkuara të Amerikës këtu, të cilëve ata i referohen, por edhe për qytetarët shqiptar në momentin kur përmendin ambientet publike, sepse kjo shkon tek e gjithë popullata. Pra edhe nëse do të po dhe turizmin Arseda, unë kam e ndjej këtë që kjo është një por ka diçka. Turizmi shqiptar në këtë pikë ka patur një tendencë rritje për faktin që vende të tilla si Turqia dhe vende të tjera që pritet që mund të jenë të rrezikuara nga lufta, këta turistë që kanë parashikuar në një farë mënyrë të shkojnë në këto vende